Kanceri i gjirit është lloji më i përhapur i kancerit për gratë në të gjithë botën. Pavarësisht shifrave alarmante të vdekjeve, shumë prej grave të prekura arrin të mbijetojnë duke e fituar betejën me tumorin. Ishte trauma, ajo ka qenë. Diana Myrto është njëra prej tyre. Ajo mësoi se ishte me kancer gjiri në një moshë shumë të re, kur ishte vetëm 27 vjeç. Prej atij momenti, jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Diana ju nënshtrua një sër ndërhyrjesh dhe trajtimesh mjekësore me kosto të mëdha psikologjike, por edhe ekonomike, derisa mendoi se e fitoi luftën. Por vite më vonë, pasi u bë nënë e 2 fëmijëve dhe kur mendonte se kanceri e kishte braktisur përfundimisht trupin e saj, Diana konstatoi se tumori ishte rikthyer. Beteja për jetën nisi sërish. Unë kam qenë 27 vjeçë kur jam diagnostikuar vetë personalisht, në dush duke bërë dush, ndjeva një gjendër në gjoks. Shkoj vetë në spital personalisht, në onkologjik, dhe bëj aty pastaj një vizitë të detajuar, ku marr vesh lajmin e vetme. Traumë, që të them. Kalvar vuajtjesh më pas. Mbasi diagnostikohen vetë, shkoj të bëja këto të gjitha vizitat pastaj. Fillon ajo historia e madhe e operacionit, në të njëjtin operacion mjekët më thonë që duhet gjirin të ta heqin për shkak sepse je vajzë e re dhe nuk mund të rrezikojmë situatën më vonë. Japin mesazhin se kapja e hershme e kësaj sëmundje të shpëton nga vdekja. Për këtë, muaji tetor i dedikohet ndërgjegjësimit për diagnostikimin e kancerit të gjirit. Me simbolin e fjongës roz, në mbar botën organizohen fushata për të promovuar rëndësinë e kontrollit të rregullt të gjirit si mënyra më e mirë dhe e vetme për të shpëtuar jetë. Si një njeri që në datën 1 tetore ka të zënë e ka të prenotuar vizitën tek mjeku. E them si një njeri që është prekur nga kjo sëmundje, jo 1 as 2, por më shumë se sa kaq, edhe kështu që e di shumë mirë rëndësinë e diagnostikimit në fazë të hershme. Duhet mendoj mos edhe që gratë në përrethina, në zonat rurale, të punohet me të ndërgjegjësohen së pari edhe së të krijohen lehtësitë e nevojshme që të kenë mundësi ta bëjnë mamografin. Ka qenë një e njohura ime familjare e Timeti, e cila u prek nga kanceri, por që jetonte në fshat edhe mendoni pak pamundësinë
qoftë edhe për të shkuar te mjeku, për të pasur akses në spital. Për të ishte shumë vonë. Nëse do ta kishte kapur në një fazë shumë më të hershme sëmundjen, patjetër që fati i saj edhe i fëmijëve të saj që la pas do të kishte qenë tjetër. Dhe ka qenë një ngjarje që më ka ndikuar thellësisht, domethënë dhe mbaj mend që kam qenë diku në adoleshencën e vonë. Mbaj mend që për një periudhë shumë të gjatë kohore kisha një farë kështu frike dhe një farë droje se mos fati i saj më zinte mua ose gratë të tjera në familjen time. Kam vënë re një rritje të ndërgjegjësimit të grave, por sidomos jetojnë në zona dhe në qytete të mëdha. Jo aq ndërgjegjësimi i rritur i grave që jetojnë në zona më të thella dhe që vinë tek neve në një moment kur sëmundja është shfaqur apo kanë simptoma mjaft të theksuara dhe të dukshme, ndoshta ndonjë rast edhe pak vonë. Diagnostikimi në kohë i kancerit të gjirit nuk do të thotë që të vim atëherë kur na shfaqur simptomat, por duhet ta parandalojmë shfaqjen e simptomave, ta kapim kancerin në një stad sa më të hershëm, sepse duke kapur në një stad fillestar dhe të hershëm, do të kemi një terapi mjaft efektive dhe një prognozë mjaft të mirë të femrave të grave që vuajnë nga kanceri i gjirit dhe që diagnostikohen me këtë sëmundje. Fjongo Rose na kujton që ky është muaj që duhet kujdesemi për veten dhe duhet të jemi të ndërgjegjësuara që tumori në gjë është një tumor që nëse kapet në fazat e hershme, jo vetëm shërohet, por dhe shmang shumë drama të tjera që nuk janë vetëm drama apo lufta me jetën, por është një dramë vërtet familjare. Është e vërtetuar të paktën për kancerin e gjirit që sa më shpejt të kapet, aq më e thjeshtë është të luftohet dhe aq më të pakta do jenë gjithë këto pasojat e tjera. Statistikat flasin për një rritje të shifrave. Vetëm gjatë vitit 2020, në vendin tonë u diagnostikuan 936 raste të reja, duke bërë kancerin e gjirit më të përhapur se llojet e tjera, si kanceri i mitrës apo ai i mushkërive. Grup mosha 50 deri në 69 vjeç është edhe ajo që bart numrin më të lartë të rasteve. 260 gra humbën jetën nga ky kancer në vitin 2020. Këto shifra mjekët i lidhin me stadin e vonë në të cilat diagnostikohet sëmundja në Shqipëri, çfarë është përcaktues për mbijetesën. Megjithatë, onkologët thonë se për gjatë viteve është ulur vdekshmëria nga ky lloj kanceri, por është rritur sëmundshmëria tek moshat e reja. Deri në momentin që gjithsekush kalon një situatë familjare, si kundër e kam kaluar unë, na duket sikur është një sëmundje që i përket dikujt tjetër përtej derës. Në fakt është një sëmundje që në Shqipëri, në 2 spitalet kryesore ku bëhen diagnostikimet, 80 persona në ditë ose biopsi në ditë mund të rezultojnë pozitive në njërin prej tyre dhe 90 në një spital tjetër. Shifrat janë jashtëzakonisht alarmante. Duke pasur parasysh që kanceri i gjirit çdo vit rritet me 0.5% dhe duke patur parasysh nga statistikat që për vitin 2020 kishim 2.8 milion gra diagnostikuara në gjithë botën me kancer gjiri, kjo do të thotë që merr një rol mjaft rëndësishëm diagnostikimi në kohë i kancerit të gjirit. Edhe pse faktorët e rrezikut për kancer gjiri janë të shumtë, ku më të zakonshmit janë seksi dhe mosha, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 70% e rasteve të kancerit të gjirit ndodh te gra, të cilat nuk kanë faktorë që rrisin rrezikun për ta zhvilluar atë. Nga ana tjetër, edhe pse ky lloj kanceri është më i shpesh te gratë, ai gjendet edhe tek burrat. Zakonisht, ata diagnostikohen me kancer gjiri mes moshës 60 dhe 70 vjeç, ndërsa simptomat janë të ngjashme me ato të grave. Patjetër që kanceri i gjirit nuk prek vetëm gratë. Gratë janë ato që preken më tepër nga kanceri i gjirit, por ky fakt nuk përjashton dhe prekjen e meshkujve, të burrave pra nga kanceri i gjirit, në një statistikë 1 deri në 5% të prekur. Po, unë kam hasur edhe meshkuj me kancer gjiri në vendin tonë dhe nuk janë aq të pak sa mund të mendohet. Pra ka një sasi, pra ka mjaft pacient me meshkuj me kancer gjiri. Mbështetja psikologjike tek pacientët me kancer ndonjëherë është po aq e rëndësishme sa edhe medikamentet që ata marrin. Këto gra përballen me një sëmundje të rëndë, ju nënshtrohen një sër terapish e ndërhyrjesh, postojnë ndryshime fizike, ku shpesh heqin gjinjtë e tyre, ose ju bien flokët. Kjo dramë prek të gjithë familjen dhe përpos të tjerave ka edhe një kosto të lartë ekonomike. Lufta më e mirë përveç medikamenteve është lufta psikologjike me veten. Kjo është një luftë shumë e fortë që çdo njëra nga ne
që vuan si unë, duhet i thot vetes që shiko unë e duhet ta kaloj. Kimioterapit janë shkatërrim fizik dhe mendor. Shumë koste lartë është. Nuk e përballonim dot. Ishte një medikament, mund të ishte mbi 1000 euro, që mua më duhet ta merrja çdo 21 ditë. Kimioterapit në kohën kur unë jam operuar, jo të gjitha ishin dhe ne i blinim në farmaci dhe mi injektonin në spital. Përveç psikologjikës që është e paimagjinueshme, edhe kosto është shumë e lartë. Ashtu si dhe në shumë, do të thosha, sëmundje të tjera dhe diagnoza të tjera fizike, bashkëpunimi psikologjik është shumë i rëndësishëm. Si bashkëpunimi me mjekun, ashtu bashkëpunimi me mjekimin, bashkëpunimi me veten dhe bashkëpunimi njëkohësisht edhe me persona të cilët neve na qëndrojnë pranë për të na ndihmuar në kapërcimin e gjithë situatës dhe gjendjes. Do të theksoja shumë me vetë folurit me të afërmit, me një person tjetër që mund të ketë kaluar të njëjtën eksperiencë ose të njëjtën diagnozë dhe që e ka luftuar, ka qenë e suksesshme. Sa më shumë të flasim, sa më shumë të dim, aq më e lehtë dhe mirë do të ishte për secilin, jo vetëm për të pranuar gjendjen e tij, po mbi të gjitha edhe për ta ndarë gjendjen e tij. Por unë kam vënë re, nisur nga eksperjenca personale, që nevoja e të sëmurit është shumë e madhe për të tilla shërbime, po aq sa është edhe nevoja e familjarëve, pasojat që ato lënë nga mbrapa janë të parikuperueshme. Dhe këtë e them me bindje të plot nga eksperjenca ime dhe nga eksperjenca e shumë familjarëve të tjerë që i kanë humbur njerëzit e dashur dhe në pas humbjes së tyre shumë vite më mbrapa vazhdojnë të fajsojnë veten, të bëjnë pyetje se mos nuk e bën të gjitha gjërat, pse nuk ja thash atë që ishte për t'i thënë. Mbaj mend një herë kur kam takuar një vajzë që kisha vite pa e takuar, vajta në kafe dhe pamja e parë që u përballa ishte verë dhe mbaja mend një vajzë me flokë të gjata ndërmes të kurrizit dhe befas kishte në kokë një shall, dhe ishte pa qerpik dhe pa vetulla dhe sigurisht gjë e parë që kuptova, pastaj folëm, ishte fjala e parë që më tha, ishte duke bërë kemioterapit për kancerin e gjirit. Për fat të mirë është një nga rastet fatlume dhe problemi kryesor përveç jetës së saj ishte duke luftuar me jetën atë periudhë, ishte fëmia i vogël që ishte në klasën e parë. Është një sëmundje që në ndryshim jo vetëm kanceri i gjirit, por tumoret në përgjithësi apo sëmundjet vdekje prurëse që kanë dhe një fazë të gjatë kurimi që mund të shkojë mirë apo mund të shkojë keq, prekin një rreth të gjatë, një rreth të gjerë familjarësh. Sëmundjet të tilla të këtij lloji spektri kanë nevojë për shumë mbështetje emocionale nga të gjitha ata që i rrethojnë dhe përgjithsisht familja është një hallk shumë e rëndësishme që ta lehtësojë të gjitha të sprov. Është e para sigurisht që preket nga sëmundja e personit familjes. Është shumë e nevojshme për kujdesja edhe asistenca edhe psikologjike, sepse personi mund të psoj, gruaja ose vajza e prekur nga një sëmundje e tillë, mund të psoj ndryshime drastike në trupin e vet, ndryshime që sigurisht e cënojnë një mënyrë ose në një tjetër vetbesimin e saj, mënyrën se si jo thjesht fizikisht për dhimbjet edhe diskomfortin që mund të ketë, por edhe mënyrën se si ajo sillet, mënyrën se si është mësuar që të jetojë me veten, edhe kjo sigurisht që lë pasoja te secila prej grave të prekura. Në muajin tetor, një fjongo roz simbolizon besimin dhe dashurinë për jetën dhe përpiqet t'i tregojë çdo gruaje se jeta e saj është e rëndësishme. Prandaj, apeli i fortë i tetorit është një dhe vetëm një: të mos neglizhohen kontrollet tek mjeku. Duke qenë se është rritur edhe numri i grave me kancer gjiri dhe këtë shikoj në praktikën time të përditshme që është rritur është mjaftueshëm, duhet të kem parasysh që mos të vinte ne dhe mos drejtohen në momentin e fundit. Apeli im është mos e lini të ikë tetori pa e kontrolluar gjirin tuaj. Shpëton juve, largon frikën dhe kanceri nuk flet, vret. Përpara se sa të vras ai, flisni ju në telefon, lini një takim dhe kështu shmangni një tragjedi shumë të madhe. Ky është muaji ku duhet të shkojmë dhe duhet të ndërgjegjësohemi për të bërë kontrollet e gjirit. Duke e bërë këtë kontroll, shpëton jo vetëm tënde, por edhe familjarët e tu. Fakti që ti e bën një kontroll, nuk do të thotë që ti po i paraprin diçka të keqe. Kontrolli në kohë është i domosdoshëm se ne përgjithsisht pyerim që ta kemi një farë droje për të mos shkuar te mjeku derisa diçka vërtet nuk shkon, por kontrolli periodik mjekët thonë që të shpëton. Kam një apel në fakt për që vajzat që 18 vjeçë do thoja. Pa patur një shqetësim të tillë, duhet bëjmë ato kontrolle të rutinë. Unë e zbulova rastësisht. Po sa gra të tjera
mund të ishin të prekura dhe të shkonin më keq situata. Dua të them vetëm një gjë, mos neglizhoni. Neglizhenca është fatale në rastin tonë.